Do të flasim për situatën politike në vend, sigurisht edhe sonte, me mua në studio është Drita Nila, është opinionist, gjithashtu edhe drejtues e emisionit Arena. Mirë se erdhët. Mirë se u gjella. Zoti Ila, si e pat seancën e zhvilluar? Në fakt kishte pritshmëri, ishin ndërtuar skenar të ndryshëm se ç'do ndodhte sonte në fakt në këtë seancë ku u miratuan vetëm një pjesë e anëtarëve të komisioneve ad hoc. Në fakt të gjithë prisim që do ndodhte një ndër skenarët që ishte menduar, ose zoti Meta do tërhiqte ministrat e tij nga qeveria, ose do t'ishte qasja tjetër që do ndërmerrte një veprim më ekstrem, por ndodhi ajo që ishte thënë. Çfarë mendoni? Po, mendohej që mund të përshkallëzohej në mbledhje të kuvendit, mund të përshkallëzohej situata dhe mund të kalohej në votë besime, për të matur se sa numra ka njëri, sa numra ka tjetri. Nuk u vërtetua asnjëri nga këto, u vërtetua ajo që pritej, u vërtetua komisioni vettingut, ku e vetmjërisë është hatërmbetja e PD-ju-s, zotit Idrizi, i cili pretendonte të kishte një antar në këtë komision. Kjo është në fakt fara edhe e një krize të re që ndoshta nesër dej brenda majorancës. Brenda majorancës, gjithmonë sepse zoti Idrizi është pjesë e majorancës dhe hyn te skema e zotit Rama për të mbajtur qeverinë në këmbë në rast të një veprimi ekstrem të LSI-s për mos marrë pjesë në zgjedhje. Se kjo mund të ndikojë edhe në krizën e përgjithshme, një ripozicionim të partive të vogla. Po, zoti Idrizi është pozicionuar dhe ka thënë që nuk do marrin pjesë në zgjedhje pa opozitën dhe edhe në këtë rast mendoj që është një lloj, le të themi, një lloj qasjeje e tij për të treguar që është i pakënaqur me këtë qeveri. Por ai është politikan i vjetër dhe nuk mund të djegi për një pleshë organin. Vendimi se çfarë pozicioni të mbajnë në të ardhmen, do të ketë gjithmonë të lidhje me konjunkturën e përgjithshme politike dhe jo vetëm me faktin që nuk ju dha një antar në komisionin e vettingut. A ishte kjo një hakmarrje e Ramës, fakti që nuk i dha një antar në komision, sepse pozicionimi për mos të dalë në zgjedhje pa opozitën, por gjithashtu edhe pakti kombëtar, i cili kishte në thelbin e tij të gjitha shqetësimet e ngritura jo vetëm nga LSI-ja, por edhe nga opozita. Kështu që nuk e mendoj që është një ndëshkim, sepse të themi të drejtën, opozita ka 3 vende, nga të cilat një e mori partia e Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe 2 të tjerë mori partia socialiste. Tashti të kishte një partia socialiste, një partia e zotit Idrisi, një partia e Metës, ishte një penalizim për majorancën, i cili nuk ka sens, ky lloj penalizimi numerik. Prandaj mendoj që nuk ka vend për hatërmbedhje të parikuperueshme. Në qoftë se zoti Idrizi do mbajë një qëndrim i cili do jetë i prerë kundër hyrjes në zgjedhje pa PD-n, sigurisht që nuk është fakti që nuk i dhanë një antar në komisionin e vettingut, po do ketë lidhje me qëndrime të tjera për sa i përket zhvillimeve politike në të ardhmen. Ndërkohë, çfarë po ndodh, zoti Ila? Kush e ka në dorë këtë situatë, këtë ngërsh i cili nuk po gjen zgjidhje? Kemi deklarata pafund, qëndrime pafund, por gjithmonë në nivel jo dialogu, në nivel jo hapash konkret. A ka një person i cili sipas jush e ka në dorë këtë situatë që mund të japë zgjidhje, përveç Vullnetit, të cilin nuk Mirë, Vullneti ndodhi në përpralla zakonisht këto kur ka një UQF, por partitë janë përfaqësuese të grupeve të interesit dhe ndaj nuk është kaq e kollaj të zgjidhet ky ngërsh politik. Megjithatë, mendoj që ngërshi ende nuk ka precipituar në atë pikë që do ndjehet e nevojshme futja ndërkombëtarëve. Në fakt, futja ndërkombëtarëve ka filluar tashti, sot ka filluar të futen në lojë, por ende nuk kemi arritur në pikën që t'i kapin përveshit dhe t'i çojnë në pozicionet që duan ndërkombëtarë. Të Flekeshten dhe Kukan. Dhe të Kukan, i cili thoshte që duhet të futen një çadër dhe të merren vesh. Ende ka një lloj sjellje të
nuk do doja të thoya të papërgjeshme, po që nuk arrin ta kuptojë rëndësinë e situatës, ku zoti Rama tallet me kryetarin e opozitës, kryetari i opozitës është infleksibël, i papërkuqshëm në kushtet që ka dhënë që në ditët e fillimit të protestës, dhe kemi edhe një zoti Meta i cili është sanduiç midis këtyre të dyve dhe e ka shumë të vështirë mundësinë e manovrës. Kuptohet që unë nuk e di sa prej këtyre janë të ndërgjegjshëm për krizën që mund të rrëshqasë vendi, për fat depot tona janë zbrazur, s'kemi më armë që të mund të vjellë popullata, por gjithsesi kriza ka filluar ndjehet në ekonomi, ndjehet në mosqasjen e investitorëve, ndjehet në klimën e tensionit që është në popullat, në klimën e frikës, kemi vrasjen e një komisari policie, cila hyn te ngjarjet e rënda dhe ndodhin sa herë në prag të fushatave elektorale të tensionuara. Mos harrojmë se, për shembull, përpara 4 vjetësh u vra një tjetër komisar policie, zoti Dritan Lamaj. Pra, ndjehet që shteti nuk është në pozitat e veta më të mira, dhe kjo ndjehet në goditjet që jepen ndaj shërptorëve të shtetit. Mirë po, politikës shqiptare pak intereson kjo, intereson arritja e qëllimeve të veta, dhe neve jemi ende në pikën ku jemi në buzë humnerës, po nuk na ka filluar rënja e lirë në humner, të shohim sa në kohë do arrin ta kapin të gjithë lojtarët politik që mos a lënë vendin të precipitojë në një situatë ku ka qenë për herë të fundit, në mos gaboj, përpara 20 vjetë. Çfarë po luhet ndërkohë? Luhen vetëm interesa personale të liderëve të partive kryesore në vend? Ka maksimizim të kërkesave, ka le themi dëshirë për të përforcuar pozicionet e tyre, për të qenë më të fortë në zgjedhjet dhe pas tyre? Çfarë po ndodh? Sepse në momentin që ka një krizë, të paktën një njerëz shëndosh me ndërisht mendon se duhet vjen disa interesa të vendit përpara dhe më pas të luhen disa interesa personale, qofshin kjo me tolerancë sigurisht. Shqiptarët, udhëheqësit shqiptarë zakonisht interesat e vendit i shikojnë të përputhura me interesat e tyre. Dhe kjo vihet të re në historinë tonë, 100 e sa vjeçare, ku gjithë secili e ka identifikuar veten me Shqipërinë. Identifikohet në psikologjinë e tyre kur thonë që viti 0 fillon me neve. Identifikohet e psikologjia e zotit Rama që thotë që kur s'ishte bërë kjo në të shkuarën, domethënë kalojmë pastaj në pikat groteske të qasjes ndaj shtetit shqiptar, ndërkohë që shteti është një diçka shumë serioze, por asnjëri prej tyre ende nuk po e kuptojnë që shteti është diçka serioze. Mendoj që secili prej tyre luan edhe interesat e grupit që përfaqëson. Zoti Rama përfaqëson interesat e ndërtuesve dhe të biznesmenëve të fuqishëm mbas tij. Zoti Basha gjithashtu ka biznesmen mbas vetes, ka dhe interesa politike mbas vetes. Po ashtu edhe zoti Meta në raport me shkallën e partisë që ka, të elektoratit që ka. Por ai që unë ndjej që është më shumë në paksa i çuditur nga kjo situatë, është zoti Rama, i cili në mendjen e vet kishte bërë gati skemën me të cilën do fitonte zgjedhjet. Por ka një lloj ngjecje. Është neve shqiptarët jemi në përgjithësi popull që i kemi qef teoritë komplotiste dhe jemi shumë fantazios, po pastaj kërkojmë zgjidhje si në fshatin tonë, që se shiko se Meta i ka thënë që futu në çadër Lul Bashës, Lul Basha s'po del sa ti thot Meta, thua se Lul Basha përfaqëson seksionin e LSI-s të lagjes 5. Lul Basha ka një parti të madhe dhe ka interesin e vetë që të futet në çadër, të radikalizojë situatën për shumë faktorë, sepse e akuzojnë sepse s'ka qenë radikal, sepse e akuzojnë se mund të na vjedhin zgjedhjet, sepse ka frikë që krimi organizuar dhe trafikantët mund t'i marrin vota. S'ka qenë lideri i vërtet i PD-s. Që s'ka qenë lideri, pra janë shumë faktorë që e detyrojnë që të futet në një protestë radikale, që
të neve është thjeshtësuar të futjen në çadër. Zoti Meta gjithashtu ka momente që interesat e veta i përputhen me zotin Basha dhe ka momente që interesat e veta i përputhen me zotin Rama. Sepse neve shohim, demokratët e shohim, po ky pse nuk ikën nga qeveria Rama, presin që ky të bëhet kamikaze, një kohë që ky ka një parti me 230.000 votues. Socialistët akoma nuk ju është mbushur mendja që ka 13 vjet që ka ikur nga partia e tyre dhe nuk bën interesat e tyre. Pra ka interesat e veta, ku në një pjesë konvenjojnë me futjen e zotit Basha në çadër, në pjesën tjetër nuk konvenjojnë me futjen e zotit Basha në çadër. Ashtu si Rama ka interesin e vet që të gjitha këto parti, sidomos dy më kryesore, t'i ketë në talim, t'i ketë në rreshtore dhe të bëjnë çfarë thot ai. Dhe unë shikoj që në skemën se si ishte, zoti Rama do ta kishte një fitore shumë të kollajt në zgjedhje aty. Ose po marrim zotin Idrizi, edhe zoti Idrizi ka interesat e veta. Do që të bëhet tashmë një parti e cila të ketë një ministër në radhët e qeverisë. Dhe është një kërkesë plotësisht legjitime atij, që të ketë një ministër në radhët e qeverisë shqiptare. Domethënë kjo është loja politike. Në fakt është ankuar dhe më përpara për mos plotësim të asaj marrëveshje që kishin bërë bashkë. E vërtetë është që është ankuar, por kjo është loja politike. Rama bën politikën e vet, ti mbaj në kërkesat minimale aleatët e vet. Këta bëjnë politikën e tyre që të marrin kërkesat maksimale. Si do t'ja dalin? Gjithçka është hedhur në fushën e lojës. Ndërkohë, mendoni se mund të shtyhen zgjedhjet në këtë situatë kur kemi një farë mënyre një ngecje, kur kemi dhe ndërkombëtarë të cilët kanë qenë apatik deri tani përveç sot që kishte deklarata duhet të thënë më determinante dhe më të forta. Ju e mendoni se mund të jetë kjo alternativë, shtyrja e zgjedhjeve? Atëherë, kjo është një pyetje shumë e vlefshme për gjykatën kushtetuese, në sensin që gjykata kushtetuese në vetvete ndoshta do të jepte një interpretim të saktë që a mund të shtyhen, a mund të mos shtyhen zgjedhjet. Por politikisht gjithçka është e mundur. Nëse politikanët janë të vetëdijshëm që duhet të arrijnë një pikë zgjidhje të konfliktit. Ndërsa nga ana ligjore duhet të kemi një refleksion më të gjerë. Domethënë këtë kushtetutë ta politikanë kanë bërë. Kështu që mendoj që është një diçka që neve nuk mund ta mbyllim brenda një emisioni dhe kam frikë se do kërkoj një ndërhyrje, një interpretim më tepër ligjor. E lam pra tek nëse shtyrja e zgjedhjeve do të ishte një alternativë, por a është një alternativë tjetër zgjedhje pa opozitën? Nuk mendoj se do ketë zgjedhje pa opozitën. Zgjedhje pa opozitën do të thotë që të mbjellësh farën e një konflikti të ri i cili nuk do vonojë më shumë se sa 6 muaj dhe të shpërthejë. Nga majoranca nuk shihet kaq tragjike. Vetë kryeministri, por edhe aktorë të tjerë thonë që është e drejtë e opozitës të marrë apo mos marrë pjesë në zgjedhje, kushtetuta nuk ndalon diçka të tillë, ndërkohë. Problemi është që te majoranca unë ka kohë që nuk shikoj koka që mendojnë politikisht, shikoj vetëm disa nënfisha të kryeministrit të cilët ai vën në rresh, por nuk më shoh akoma një mendim politik të pavarur, i cili të ketë të marrë guximin edhe të thotë kryeministrit që zgjedhjet të pa opozitën nuk kanë kuptim në një demokraci. Kujtoj që të paktën në 96-ën ishin ca zëra në PD, jo Dash Shehi, jo ca tjerë që Bashkim Kopliku që i thanë Berishës që je duke u futur në një spirale të rrezikshme dhe koha i vërtetoi parashikimet e tyre. Unë nuk shoh këtu ish drejtorat e bashkisë Edi Ramës, ish nën punës të Edi Ramës, të cilët nuk kanë një mendim politik që të mund t'i japin mend Edi Ramës se çfarë do bëj. Shikoj më shumë një parlament të Berishës të 96-97, ku ishin që të gjithë aktorë të mirë, shkrimtarë shumë të mirë, po s'ishte asnjëri politikan që ti mund t'i thoshte se çfarë po i bënte vendi. Të njëjtën situatë shikoj këtu. Ndërkohë, le të themi në deklarata që të paktën ndërkombëtarët kanë bërë her pas here, por edhe ato të bëra sot është thënë që nuk është e nevojshme një qeveri teknike. Në këndvështrimin tuaj do të zgjidhet diçka një qeveri teknike apo ka alternativa të tjera apo opsione të tjera për cilat palët mund bien dakord edhe që të jenë dhe të kënaqura se Besoj se jemi në një situatë ku çfarë do që të thuash menjëherë të klasifikojnë si pro qeverisë ose pro opozitës, por unë them që duke marrë rrezikun e herezisë dhe meqense ka kohë që s'më bën përshtypje se si më klasifikojnë, i kam provuar gjitha klasifikimet, them që kjo qeveri nuk mund të shkojë në zgjedhje.
se si do ta zgjedhin, se si do ta bëjnë, është një formulë teknike dhe marketingu, por nuk është një çështje se me këtë qeveri mund të shkohet në zgjedhje, është tepër e komprometuar për të shkuar në zgjedhje. Falenderoj që ishit në studio. Edhe unë juve.